Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë leximin e vitit 2026. Dhe siç e shihni, kam ndezur një timian që është timian për bekime të dashur. Dhe dua që nga janari dëshiroj deri në dhjetor, paçi bekime të dashur, bekuar qofshi në shëndet, që është mbi të gjitha. Në dashuri, në punë, në karrierë, familje, personale, profesionale, qofshi bekuar në çdo lëmit të jetës së juaj. Dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë ju të dashur Akrepër. Dhe siç e shihni, kam ndarë 12 letra këtu që pasqyrojnë 12 muajt e vitit të dashur. Akrepër, viti 2026 është vit transformimi i ashpër për Akrepin. Jo ndryshim i butë, jo rritje graduale. Ky është vit ku diçka do thyhet, mos keni frikë, absolutisht, është një gjë që është e domosdoshme dhe është një dëshirë brenda jush që kjo të ndodh. Kur them të thyhet në kuptim një modeli vjetër, mendimit, qëndrimit, së punuarit, së besimit e kështu me radhë. Diçka zbulohet dhe mbi këto rënoja, ta them kështu, do ndërtoni diçka absolutisht shumë më të fortë dhe shumë afër asaj që ju dëshironi. Unë do marr 2 letra, janë arë shkurtë, që nga që letra të ndërthuar në lidhje njëra me tjetrën, por mos më bani për fjalë kur them diçka të ndodh në shtator mund të ndodh në janar, që në fillim të vitit. Do thotë çdo gjë varet nga përqendrimi juaj, fokusi dhe veprimi juaj. Të dashur Akrepër, po fillojmë me 7 të shkupive dhe faqe të shkupive, që dy janë shkupi. Janë shenjat e zjarrit dhe shpejtësinë tregojnë. Viti i juaj të dashur Akrepër po fillon pak me një presion, një mbrojtje të një pozicioni që po merrni. Akrepi ndodhet në një situatë ku duhet të mbrojë zgjedhjet e veta, vendimet. Do të ketë njerëz që do t'ju sfidojnë, dhe familja, partneri, punëdhënësi, kolegët e kështu me radhë. Pra, ka njerëz që do ju sfidojnë e do ju vinë në dyshim apo do ju testojnë, ta them shkurt kështu. Në të njëjtën kohë, do lindin, pra kjo është e muhabeti që futeni kogja ashtu të zjarshëm, lind një ide re, një drejtim i ri për ju, por është ende pak i brisht, jo i pjekur plotësisht, është një dëshirë, po një ndezje brenda, një ndriçim, sikur po ndjeni që keni nevojë. Çfarë mund të ndodhë realisht? Debate, diskutime, presion verbal ose emocional. Akrepi kupton që rruga e re nuk do të pranohet nga të gjithë, nuk do të jetë aq e lehtë, dhe kjo është shenjë e parë që po shkon në drejtimin e duhur. Mbani mend këtë. Të dashur Akrepër, marsi dhe prilli kemi tradicionalen dhe 2 të kupës. Kjo do jetë pak periudha më delikate juaj, të them kështu, e vitit të dashur Akrepër. Fillon një afrim emocional paksa i fshehtë, nuk do thot patjetër me kështu dashuri, mund të jetë diçka afër idesë juaj, një ëndër të jep një jetë. Ndjenjat ekzistojnë, por nuk shfaqen hapur. Ka heshtje, intuitë, sinjale të përshpëritura apo të pashprehura. Mund të jetë një lidhje dashurie që mbahet larg syve të tjerëve, ose një aleancë që mund të jetë në punë, në familje, shumë personale e bazuar në besim të dashur. Akrepi mund të lidhet me dikë në nivel shumë të thellë emocional, por sikur do ta ndjeni që ende nuk është momenti për ta nxjerrë në dritë.
gjithçka të zhvillohet në heshtje, që nuk do thot patjetër në dashuri, absolutisht, mund të jetë në shumë gjëra të tjera, një krijimi i një aleance. Maji dhe qershori të dashur është djalli dhe 5 të kupës. Ja ku e keni. Tu vjen pak pika e thyrjes. Zbulohen varësi që keni krijuar, ndoshta manipulime ose lidhje toksike. Iluzionet bien një nga një. Akrepi përballet me një realitet që nuk mund të justifikoj më. Çfarëdo që të jetë ajo, sikur kjo do të ndodhë që t'ju ndriçoj të dashur akrepër, të mos ndroni më. Djalli është vese, iluzione, varësi e kështu me radhë. Mund të jesh gënjim, humbje, ndarje emocionale ose shpirtërore nga diçka. Një marrëdhënie, zakon apo situatë prishet përfundimisht. Dhimbja mund të jetë e fortë, por kjo është ndarje pa kthim pas. Ajo apo ai që largohet, çfarëdo që t'ishte aty afër, çfarëdo situate që nuk do të thotë patjetër person, nuk ishte e shëndetshme, është toksike. Korriku dhe gushti është 8 të shkupive dhe 6 të shkupive. Të dashur akrepër. Pas rrëzimit, apo pas kuptimit, pas ndriçimit, unë e quaj gjithmonë, çdo rrëzim ka një ndriçim, çdo derë që mbyllet hapet një tjetër, dhe çdo gjë që ndodh për një arsye. Pas rrëzimit vjen ringritja e shpejtë. Lajme të papritura, vendime që merren shpejt, gjërat fillojnë të lëvizin në favor të akrepit apo të juaj. Ndjen lehtësim absolutisht, fiton terren, ndjen se po e merr apo e rimerr sërish kontrollin. Kjo do jetë një fitore personale për ju të dashur akrepër, një ndjen triumfi pas një betejë të vështirë. Akrepi e kupton që ndarja ishte vërtet çlirimi, absolutisht dhe kur jo humbja. Shtator dhe tetor të dashur, kemi 5 të shkupive dhe gjithë kemi shkupi, janë zjarrësh të sikur një përshpejti, të përshpejtoni gjërat për shpejtësi. 5 të shkupive dhe mbreti i shkupive. Këtu shfaqen konkurenca, xhelozia, njerëz që provojnë të testojnë kufijtë e juaj. Akrepi nuk reagon impulsivisht, nuk shpenzon energji kot, po merr rolin e drejtuesit. Akrepi kësaj radhe do vendosë rregullat, fitoni autoritet dhe tregoni qartë, këtu jam unë, kështu funksionon kjo lojë. Të qartë, të vendosur dhe asnjë konkurencë, debate, ku di unë, gjëra të tilla i vendosni vetë dhe nuk do i lëm përshtypje as edhe një gjë. Sikur po maturoheni, sikur po arrini një zgjim, ta them ashtu. Lloji nëntor që është 3 të monedhës dhe mbretëresha e shkupive. Të gjithë leximi juaj ka qenë me shkupi të dashur dhe është energji e zjarrit, të shpejta, ambicioze, të dedikuara për ju edhe ju japin vërtet dëshirë, idera, guxim për vazhdim. Viti po mbyllet, po them po mbyllet, nuk do të thotë patjetër, mund të jetë të ndodhë kjo në mes të vitit, në fillim nëse ju i përshpejtoni gjërat apo veproni drejt asaj. Viti mbyllet me ndërtim të ri dhe shkëlqim personal të dashur. Bashkëpunime që do funksionojnë absolutisht bukur dhe në favorin e juaj, mbështetje reale nga njerëzit e duhur. Akrepi do të ndihet i fortë, i sigurt dhe absolutisht magnetik, do të tërheqë njerëz të duhur në momentin e duhur, do ja dalë për çdo gjë. Në fakt çfarë do ndodh? Stabilitet, vetbesim, ndjenja se më në fund po ndërton diçka të shëndetshme dhe larg asaj toksike apo jo të shëndetshme, të helmueshme. Kam këtu 2 letra që kam nxjerrë të dashur, bonus, t'i quaj. 2026
do ta bëj të qartë se jo çdo lidhje është për ty. Jo çdo person ecën me ritmin tënd. Akrepi nuk lufton më për gjëra që nuk përputhen dhe s'kan të bëjnë me të. Pas ndarjes, pas largimit, pas lënies pas të diçkaje, shfaqjet e personit fort, aleat, partner ose mbështetje kyçe të dashur akrepër. Dikush që nuk të konkuron, por të forcon, të motivon, të bën akrepin që duhet jesh. 2026 të dashur hap rrugtim të ri, heq iluzionet, të thyen ato ku e lidhur gabim dhe të vendosen një pozitë shumë më të fuqishme. Akrepi do ta humb atë që e konsumonte dhe fiton atë, siç thash, që do ju motivon dhe do ju rritë, do ju sjell aty ku e meritoni. Të dashur akrepër, qoftë një vit i mbar dhe i realizueshëm në çdo etapë të jetës së juaj. Gëzuar.